Ky emision mundësohet nga Mirë mbrëma dhe përshëndetje miqtë e mi të dashur të Zoom për i takomi kështu edhe këtë të premte mbrëma me mua Albina Zenelin ku për gjatë këtyre minutave do të mundohemi me ju informu po pse jo edhe me ju argëtu me personazhe që kanë bëjnë me botën e artit, kulturës dhe showbizit. Por si fillim duhet me falenderu Gjenis Makeup që për këtë herë është kujdes për grimin tem. E tani është koha për të kaluar te ato falenderimet e tjera që bëjnë të mundur realizimin në Zoom. Bëhet fjalë për Ngizi Restaurant, faleminderit shumë Dent EOS dhe faleminderit shumë Villa Astra. E në rubrikën e parë është një personazh që i ka mungu ekranit, e rikthimin ka vendos me bonën Zoom. Se për kë bëhet fjalë do e kuptojmë së bashku tani. Intervista javës sjell këngëtarin e njohur Alten Hajzeri, i cili do flet shumë sa i përket sezonit së verës 2025 dhe angazhimet e tij në vazhdimsi. Në zemër të Kosovës, aty ku qetësia e natyrës takohet me finesën moderne. Çdo detaj është menduar me kujdes. Mirë se vini në Villa Te Astra, të cilat gjenden në shtras të Kaçanikut. Imagjino të zgjohesh çdo mëngjes mes qetësisë dhe elegancës. Villa Te Astra në shtras ofrojnë hapësirë dritë dhe rahati pa kompromis. Me pak fjalë këtu fillon jeta që keni ndërruar. Pushimet të paharuara ju presin këtu. Rezervoni tani Te Astra e shijoni luksin që meritoni. Zgjedh Dent EOS për një buzëqeshje që ndriçon. Unë e bëra zgjidhjen time e jam duke ndryshuar sigurisht me shërbimet që mora në Dent EOS. Një këngëtar i cili është aktiv ko pas kohe me projekte të reja, ama këtë sezon e pati goxha të ngarkuar me dasma dhe ajengje familjare. Bëhet fjalë për Alten Hajzeri. Kemi pas angazhime gjatë gjithë kohës, më me thonë, karrikun edhe gushtin e kom pas 90% e bllokum. Mirë po ka dash Zoti me punë dhe me sukses, kemi dalë të kënaqur. Shumë pyetje e mirë. Unë zakonisht e praktikoj qeshorin për pushime,
se na vim pak më qetësua dhe me konë ma të pushueshëm për fillimin e sezonës. Pushimet zakonisht i bëjnë qershor dhe fillimi i shtatorit. Na edhe hopëm edhe e mbyllëm. Pak jena ma me pak prezencë njerëzve në pushime, mirë po neve na duhet çaja, se neve na vjen me konë sa ma të pushueshëm, sa ma të qetë, ma larg zhurmave, që kur të filloj me punë në sezon, më me thonë fillimi i korriku deri në fund gushtit, me konë sa ma mirë pranë dasmorëve, pranë mysafirëve që na presin në prahinxhit e tyre familjare. Ai për këtë pjesë tregon pak detaje edhe nga prapaskenat e një dasme. Sa është sfiduese të kesh bashkëpunëtor të mirë. Fillimisht i falenderoj krejt bashkëpunëtorët, krejt muzikantat që punoj bashkë me ta. Të unis prej zërimit, muzikantit që punoj 90% rasteve me të është e nisi, kam producentat që punojnë në studio dhe ata janë Gent Studio, i falenderoj përzemërsisht. Jam me një staf dhe jam me një ekip të mrekullueshme për arsye që në momentin që unë e marr datën, unë me njëre transmetoj të ekipa. Edhe ja u dërgoj automatikisht për arsye që mu liru edhe përgjithësia prej meje. Se performanca live ka specifikat e veta, veç se po e dim, por Altini ka vendosur të hap zemrën e të ndaj me shikuesit edhe një përvojë aspekt të këndshme që i ndodhi gjatë kësaj sezona. Një vend në Shkodër e kom pas një darsëm, nuk është që jam dashëm të kënaqur. Mirë po, me ato temën unë i kom tregu se fillimisht a e din kënë e ke marrë ndarësëm, se në fillim më ka thonë është ketë në rregull. Unë i kom tregu, në kam reportar të emin, mirë po mundomi me u përshtat çdo krahinë tjetër. Qa ka ndosht ata, ose më saktë çka ke ofruti që atyre nuk ju ka doke mirë? E që për Muj me cek, është puna e ritmit. Unë e sa kom kuptu është puna e ritmit se ka nga qyshe dënë shoqënia, knohet Shqip, si në Shkodër, si në Prishtinë, si në Gostivar, ajo knohet qyshe dënë shoqënia, flaklet kallet shtëpia, nuk mundet me ndryshu asnjëherë. Ndryshon mirë po tani ato senet me autorin fjalë kush e ka bo, mund është me hasë në vazhdim, ajo knohet gjithmonë njëjtë. Tash të flas anën e muzikës pak, ritmi i shotës ka thimbje të ndryshme, që mundet më bo, ka nga është në ritmin e shotës, edhe ata i kanë do ritme pak ma ndryshe, pak ma të veçanta. Ana e tyne, edhe e kom vrejtë se për derisa e knejsha une, nuk ka pas reagime të mira. Kjo është duar kërkitje, po jo ai entuziazmi i dasmorëve. Në momentin që e lëshoj me DJ, serë puna mi thonë dasmorit të shë DJ pra. Se në momentin kur të kesh përdoret e mira jote, unë detyruar mi thonë, vazhdo me DJ, 2 orë gati knova, nuk ishtë që spak muzikë, e bona hyrin e qiftit, i kryva ato ceremonit e vlefshme, vazhdo tash me DJ. Sa di mu lodhë... A i ke marrë pare, bile? Po. Po, që ato jënë ka vëzu korrekt. T'jem qartë edhe t'jem se që ke puna e pagesës të çdo njani tani po folët në përras të ndryshme, unë jem ka vëzu shumë i sakt. Puna e më fletë, unë jem shku në ora 5. Më kanë thonë prej 7 dhe deri në ora 9 ka prita në kimin e bendin e vetë i shtati. Ai po në faktin që prandaj janë projektet e reja me klipe që një dasmor të di cilësinë e një këngëtari, sidomos kur e thret në dasma. Të kalojmë tani tek një pjesë tjetër e që është për kraja për një artist të ri. Pse shqiptarët ma le të paguajnë një super këngëtar mbi 6 apo 8.000 euro për 30 minuta performancë? E hezitoj me pagu një artist të ri që ka bagazh artistik në ngritja. Kjo është kreti marrëveshje. Unë shpesh, sa i përket, po nisna për pyetjes parë se kjo pa të vazhdimsi, kam përkraje prej tashmë me qujtë kolegë, se jemi të njëjtën lami edhe pse unë jam majri me më krahasu me ta. Kam përkraje të mrekullueshme prej disa prej artistëve, jo prej kategorisë shumë të lartë që janë me përvojë 40 vjeçare, e din çdo njani. Flas me përvojën, më me t'i përmend me emra. Buraku i famës, Buraku me famën, është Jelian Zenelaj, Potrin, Tirashiti, e kam një me krejt e kalej shumë mirë dhe më kanë respektu ku dhe që unë jem kom prezent, Endrit Ademi,
janë me përvoj ma shumë se une, edhe janë skenë ma aktiv se une, ama mu më kam përkrahur që kjo stres, që kjo kategori, se këta janë kretë tuje si një kategori, se cili me atë punën e vetë, mirë po flasë si me mosh edhe si me punë, në skenë janë si njëjtë, mu më kam përkrahur shumë edhe ja u vlerësoj shumë. Kategoria e naltë, nuk është që na bjen shumë e u taku për vetë se në gjirime, e kanë një sjellje të mrekullueshme dhe t'i dhojnë tash patëm gjirime festive, edhe ndaro mu taku me 90% të estradës. Në saltem, po i bi më shkurt të shqip, është dikush në estradë që nuk e meriton vendin që e ka, ose që ti nuk i ki punë të mirë me të. Po flasë se neve që merremi me këtë pjesë dhe jemi në syrin e popullit, kem provokime të vazhdueshme, edhe unë jam asnjëri që i nuhas ato, më me të thonë që ndodhen ashtë 270 persona veç në rrjetin Instagram. Nuk po flasë estradë, po flasë njerëz në përgjithësi, që mund me bo thjesht ta mos impulsin, të bojnë pyetje që zbohen, këshyrin me të rënu një imazh, këshyrin me të nxjerr një llaf, e din kolegët e mi, se ka shumë kësi njerëz dhe kem shumë provokime prej njerëzve. Ka dosh zoti deri sot nuk ju mra prej asnjëherë. Pas ka dhe që setëm. Ka dhe kësi. Edhe një llaf deshta me thonën, sa i përket pjesës të artistave, që ke pjesa i ka bo 10 vjetë. Unë gjithmonë nisna me atë pjesën se cili e ka atë riskun e vetë, se cili e ka çmimin e vetë mas pari. Nuk mëjnë mu krahasu me një këngëtar që është yll në estradë. Ka përvoj sa 2 herë vjetë e mija, edhe ai për, unë jam 24 vjeçar tash gati, 24 bojnë 48 vjetë. Ai 48 vjetë sa ka shpenzu dhe sa ka kalu kohë me mri që ato ku është, nuk më në me ditë asnjoni prej neve. Edhe unë jam shumë dakord për derisa aja ka qitë çmimin vetës. Në rregull, te na, në gjendjen tonë, ekonomike si Kosovë e vogël po e mirë shumë, është e tepërt për dikën, mirë po për derisa i pranon publika, dhe ajo publika parët, edhe donë shumë të kënaqur, na nuk mundë më përzin atë pjesë. Për në Zomë, Hajzeri ka zbuluar se ka mbaruar disa projekte, por është duke incizuar edhe disa të tjera, që sipas tinës në cilën jemi shkojnë dhe baladat. Vesh për hatër të leja, emrin të leja, emrin të askush mos ta di më ka tin tono shpirt se ta. Tregu kosovar shqiptar është çdo ditë me risia, është çdo ditë me sene të reja. Nuk e dojnë më edhe veç atë baladën qetë dhemshëm, me vujt, me thonë ashtu. Jam të edashtu, unë e kam një sistem ata që më njojnë edhe e din, unë e kam një sistem të kongëve që i bëjmë ma me ritëm, janë ma të këcyshme, mirë po, janë teksti është, sigur konga e fundit, është veç për hatër tem, leja emrin tem, mirë po ndërku është me ritëm. Edhe këcejet po dhe shqiptarët për dojnë që të farë trendi, më i me thonë, dhe që të pjesë. Pak para performancës së tij në një lokal në kryeqytet, ai ka një mesazh për të gjithë ata që po e shikojnë. Unë e ka dash zoti, e kam një rreth të mirë, kum punu shumë për me pas këtë rreth dhe me pas njerëz. Nuk është që jam dëshpru deri sot, në neja. Po, më mi përshëndet ata njerëz që e shohin çdo postim, i përshëndes shumë bile, e shohin çdo postim të emin, nuk flas për like edhe kësi se nuk jam met në asnjë sene, mirë po e shohin çdo postim të emin, kur më takon rrugë din me talu atë politikanin, po jalu në personit gabum. Hej bre, ku ke pram, o pikë, më ka met bre me ardhë, e pse bre s'po më thirr, a bedin, unë e postimin që e bëj. E she postimin shqiptarin, në fund ta bën, s'po thirr be kur na qasineje, po mirë i shkon. Bedin që kjo të mytë edhe është, po në gjithë ja u behajtë se të thirë, ja, më unë nuk mëj me të thirë, për derisa e qes postimin, ajo është ftesë kushdo që ka ku mundësi edhe qef me arë. Edhe jam shumë mikpritës ndaj musafirëve që më vinë. Si ata të rrethit tem, si ata që vinë që nuk i nja heq.
Rubrika Rrëfim për mbrëmjen e sonte ka të bëjë me një zonjë me talent të padiskutueshëm, ku pasioni flaka blakaj është bërë dhe profesion. Në vazhdim, ajo në Zoomit ja ka hap derën e banesës, e ka folë më shumë për projektet e saj në vazhdimsi, për planet për të ardhmen dhe për punimet e dorës që diti shkëlqej mas mire. Punimet handmade janë me të vërtet unike. Handmade do të thot gjërat bëra me dorë, pra pa përdorimin e makinave industriale ose prodhim masiv. Këto punime të bukura një person i përdor aftësitë e veta për t'i krijuar. Shpeshherë duke i dhënë një prekje personale. E këtë tash sa vite bën më smire Flaka Blakaj, e cila e hapi derën për stafin e në Zoom për të treguar më shumë rreth pasionit të saj. Ju falenderoj shumë që keni ardhur, që keni gjetë kohë me ardhë emisioni në Zoom, një emision që kohëgja i preferum edhe se cili prej neve kish pas qef me konë pak për një pjesë që atë. Albina, seriozisht përshëndes shumë edhe të falenderoj që ke ardhë në shtëpinë time, në vendin ku unë punoj. Për ndryshe, unë jam Flaka. Punoj me këtë zanat që tash e sa kohë. Jom bo nështë ta një 7-8 vjetë që unë e mirëna her pas here, shkaku që kam edhe angazhime tjera, po nuk e lo asnjëherë anash se më flen, qetësona, e du, edhe munona që atë artin te me shpërnda, edhe pse jo, mu bo pak më e madhe. Ajo më tutje tha se kontakti parë me këtë fillimisht ishte në fëmiri, ku thekson se në përçanta dhe ambiente të shtëpisë e në veshje çdo gjë ka qenë dalluar. Kam punu me një brand francez, aty pjesë e tyne ka qenë edhe aksesort, aty e kom po që po muj me kriju edhe diçka temën, pse jo, se edhe pse kanë qenë shumë të bukra, aty e gjesha veten t'u i regullu, t'u i modifiku, puna që gjithmonë mu kanë dhimë me shku, kështu që aty i kom marrë hapat e parë, kom vendos me hap një faqe si çdo i ri në Instagram, aty i kom postu të gjitha punimet e mia, ma shumë kom fillu me rruza, qafore, vath, ma të thjeshta, se ka qenë pak probleme dhe me i siguru mjetet, me siguru rruzat, se gjithë shka kom bo vetë. Por nëse flasim për përkrajen, sigurisht që e ka maksimale nga ana e familjes, të cilët janë të mirë kuptueshëm duke marrë parasysh që Flaka punon në ambientin e shtëpisë. Handmade është diçka që gjithkohë botë të vlerësohet, edhe domethënë edhe njerëz normal e pëlqejnë, s'është ndryshe. E ma në mend Flaka punimin e parë që ka bo. Shitjen e parë, po, e mbaj mend, bile ka qenë Prishtinë, ka qenë një qafore, edhe puna që s'kam ditë si funksionon me posta e këto, e kam dërgu vetë, edhe shkova ashtu i mora paret edhe u knoqa shumë. Sot asoj dite kam kliente, edhe më ka bo muni tepër mirë, ashtu fitimet e para, edhe pse me qatë rrugë më shku kom blej diçka tjetër, po ka qenë shumë diçka e mirë. E fundit, cila u konë edhe qaj të punu aktualisht, po afron festat e fund vitit, po besoj dhe që e ke mendu në i farë ngjyre ma unike. Kemi fillu me u përgadit për festat e fund vitit, se është pjesa ku të gjithë bojnë dhurata. Jemi mundu me kështu motivet fundit vitit, fjollabore, dhurata, po palonanash janë edhe broshat, do me thonë ky ylli këtu është shumë i bukur, edhe është tamam për vitin e ri, janë këta kaprollat,
këto që janë shumë bukur, po porosia e rodhës, po presim me na ardhë, se kemi porosi diçka për mu kompletu. Por pse pikërisht këtë emër e zgjodhi ajo që të identifikohet me të? Dandelioni është një lule që secili prej neve s'ka kush që s'e ka pa, është një lule e verdhë kur t'lind, po një periudhë shumë shkurt ajo ndryshon formë. Edhe bëhet qa që bukur në formë pa bukur që fluturon shkon gjithandej. Edhe unë jam mundu që edhe me aksesorët e mi, njerës me ndryshu, edhe me evolu, edhe me provu sendet mira, do me thonë, jo përveç me i blet gatshme, po me provu edhe diçka që është kriju taman inkas për ty, është. Ajo e përmend një detaj shumë interesant rreth biznesit të saj, por ne e pyetëm edhe për bashkëshortin, duke ngacmuar aty këtu me kunja. Prej fillimit, muj me cek qëto, është kështu me krenari e them, që i kom pas veç 2 anulimet porosisë. Një ka qenë për madhësi, se nuk do më thonë madhësia ka qenë ndryshe, jo ajo që ka kërku, edhe tjetra ka qenë që nuk ka qenë aktualisht mbranda vendit. Tjerat kanë qenë të sukseshme. Fillimet e mia kanë qenë ndryshe, jo mundu me bo një stil temin. Po e kom pa që, do më thonë, shihet ndryshojnë, dalojnë, njerëz po ma besojnë mu, edhe kom fillu me eksperimentu, pak ma shumë gur, pak ma shumë, se unë jam pak ma kështu retro, ashtu pak ma ndryshë, me do gur, me do ngjyra, eksperimentoj. Është njëni prej përkrasëve të mi maj madhe, që përveç moralisht, fizikisht, kur kom nevoj na i porosi, nëse me blej diçka edhe financiarisht, se ndodhë që është edhe e kushtueshme. Shpesh duhet me blej sene, shet sen, thot ku, po mbështetin e këm, se nuk i qka ecë në për shpiteme, gjithkon me një cepion do ruza, do pej, do diçka, kështë që nuk kanë kohë njerë për njerë, fëmija nuk i preken, s'di në shtajnë mësu, jënë rritë me to. Një biznes i ri për krahët, por jo dhe aq. Sa ka gjetur mbështetja jo tek personazhet publike, apo si ka shkuar bashkëpunimi me to? Po, kam bashkëpunu me disa, kam postu, kam pranu, jo çdo herë që kam insistu me mri ato personat të famshëm shumë, se nuk është stili i punës tem, nuk është në qasi forme. Nëse i pëlqejnë mundet, po, edhe me plot dëshirë e dhuroj, po jo në atë aspektin që shumë e bo presion, se e di që jam pak të paret shumë, kështu që nuk kom tentu shumë. Për flakën në planët e të ardhmës është hapja biznesit fizikisht. Një prej planeve të mia është me hapë diçka temën, jo që se kam mendu, jo që nuk e kam planifiku, po thjesht edhe angazhimet që janë, kur janë fëmijët më të vegjël, është pak mundësia më e vogël. Do më thonë vështërsitë janë në çdo kudo që del shki vështirësi, se spari bizneset e vogla sa kam informat nuk është që ka naj ndihmes. Realisht gratë kam dëgju që mbështeten në disa organizata ose diçka e tillë, po nuk jam interesu edhe shumë, shkaku që une nuk jam intenzivisht. E bëj vetëm kohën që mu bën mirë, dhe më thonë mina me ta, se shumë thjesht mina mirë edhe pse mos me pas diçka temën që e du. Për fund ajo ka një porosi për gjeneratat e reja që kanë talente të ndryshme, ama jo dhe kur ajo e guxim për të ndërmarr hapat që të futen seriozisht në biznes. Ju kisha thonë të gjithë aty në djemë vajza s'ka rëndësi ajo, që ka një
dëshirë me arrit diçka, mos mu nol asnjëherë, s'bën mu dorëzu, definitivisht, du të me ndjek ëndrat e veta, du të me punu shumë për me shku që aty, se nuk është letë, du të me punu rreth asaj shumë për me arrit, po jo me u dorëzu, se gjithë shka arrit, veç shëndetin me pas tjerat, vinë, të punu, bëhe gjithë shka. Biseda këndshme vazhdoi edhe për pak minuta, derisa ajo na dhuroi edhe neve pako me punimet unike të saj. Deri në një takim të dytë me flakën, ne urojmë asaj shumë suksesa. Kosova tash e 3 vite ka festivalin e këngës në radio televizionin e Kosovës. Çka ka ndodhur atje? Cila këngë shpall fituese, gjithçka tjetër do i kuptojmë së bashku në insertin e radhës. Nga data 6 deri më 8 nëntor. U mbajt edicioni 3 i festivalit të këngës në radio televizionin e Kosovës. Në nurdheqën e Dugaxhin Podrimaj dhe Rina Krasniqi. Dhe? Rina, m'fal shumë. E në skenë unë gjetën emra të rinj dhe të njohur të muzikës shqipe. Nzum ju sjell në vazhdim një përmbledhje se çka ndodhi në 3 netët magjike të këtij festivali. Në këtë edicion morën pjesë 20 këngëtarë të përzgjedhur nga një juri profesionale, të cilat synojnë me promovu vlerën dhe identitetin muzikor shqiptar. Drejtori artistik Florent Boshnjaku shpreh se ky festival është shndruar në platformë artistike dhe teknike për artistët vendor. Kurse skenaristi edicionit të 3, Ganz Salihu, bëri të ditur se fokusi ishte tek muzika, duke reduktuar elemente dramaturgjike. Këto janë disa nga projektet pjesëmarrëse. Arjeta Palushaj u paraqit me Andra. Arsi Bako, Reze Zjar. Art Lokaj, Promovoj ty. Egzon Pireci thot kënga jon. Kur të këndohet kënga jon, që arsye me u largu. Nita Latifi dhe Alger Sala publikuan Pia. Teut Halili interpretoi Amen. Amin, kjo është lutja ime fundi. Xuxe erdhi me identitet. Fituesi u shpall këngëtarja nga Shqipëria Arsi Bako, e cila ka interpretuar Reze Zjar me tekst dhe muzikë nga Gjergj Kaçinari. E kur jemi tek emri fundit në listë, Xuxe, ai e pati një reagim vetëm 2 ditë pas mbarimit të këtij eventi.
Me të mbaruar ky edicion, i cili ishte i treti me radhë, kompozitori njëherë është drejtori artistik Florent Boshnjaku e shkroi një dedikim për t'i falendëruar të gjithë ata që kanë dhënë kontribut. Befasjet e mbrëmjes ishin padyshim dy performanca të shkëlqyera, njëra Elvanës dhe tjetra Tunës. Portali i njohur ndërkombëtar Wavy Blogs, i cili prej më shumë se një dekadë mbulon lajme dhe ngjarjet më të rëndësishme rreth Eurovision Song Contest, i ka kushtuar një artikull të veçantë festivalit të këngës, duke përshkruar si një nga ngjarjet më të rëndësishme në Kosovë. Wavy Blogs thekson se programi këtij viti ka sjell bashk artistë të rinj duke krijuar një përzierje të larmishme stilesh. Në fund, Wavy Blogs e përshkruan festivalin si një hap tjetër të rëndësishëm në rrugtimin e Kosovës drejt skenës eurovisive. Një event që po fiton gjithnjë më shumë vëmendje ndërkombëtare. Sigurisht, shikues i dashur, i nxom që tema javës këtë herë ka të bëjë me sezonin e radhës së Big Brother VIP Kosova, që do të nisë me kismet të hënën e 17 nëntorit. Deri tani u raportuan për gjithçka tjetër përveç për datën e saktë. Po, bëhet fjalë për edicionin e 4 të Big Brother VIP Kosova, i cili do të fillojë këtë të hënë, pra me 17 nëntor. Kjo do të jetë një fillim i një rrugtimi që urojmë e shpresojmë të jetë shumë i gjatë për banorët. Në Zoom ko pas kohë në epizodet e kaluara ju ka njoftuar për detajet shtesë të këtij formati, duke ju treguar edhe prapaskenat. Edicionit të radhës të Bigut të Kosovës. Duke filluar nga banorët e deri tek ambienti shtëpisë më të madhe në vend. Producente do të jetë sërish Olsa Muhameti, teksa Jonida prap do jetë në krahun e Alaudin Hamitit. Ishin dy prezantuesit e njohur shqiptar, ata që kanë ndarë detaje për gjithë fansat e këtyre formateve, që sezonin e re mezi e kanë prit. Zoom sonde detajet më të vocklas sa i përket se klasifikismarve të cilët premtojnë se do të jenë zjarë. Pra, aventurat nuk kanë të ndalur. Tashmë janë bërë publike dhe disa nga emrat e banorëve më të rinj të Bigut Kosovës, e që janë Shkurte Haxhiu, Mentor Haziri, Brikena Selmani, Benita Zena, Edita Abazi, Sasa Hoda, Bale Huduti, Zamfina Ismaili e të tjerë. Po përflitë që ferma VIP ishte vetëm fillimi për të dhe se Nur Al-Kazal do ta kemi përsëri në ekran 24/7. Emra që ende nuk janë konfirmuar, por që po qarkullojnë në mediat roz janë Linda
Rey dhe Bia Khalifa, që thuhet se do jenë banore këtë sezon. Edicioni si vjetën po pritet me padurim nga publiku dhe zbulimi datës ishte vetëm hapi parë drejt asaj që do t'jenë momente dhe surpriza gjatë spektaklit. E kur jemi te kariga opinioneve që japin mendime, shpesh din me u paragjyku prej banorëve. Nuk ka ende informacione sa do t'jenë të njëjtit, pra, Olta dhe Milaimi apo do të zëvendësohen me dy të tjerë. Me pak fjalë, pritjes po I vjen fundi, qëndroni në ekran të hënën e 17 nëntore. Nga dal, arritëm kështu dhe në përfundim të kësaj epizode të radhës të Nxom, duke uruar e shpresuar që sigurisht përveç informimit edhe jeni argëtu, po jo pa ju treguar dhe njëherë se kush gjendet në rubrikën Çka ka tre. E nga unë Albina deri premten tjetër, vazhdoni me dhënë shumë dashuri edhe qëndroni pozitiv. Keq është publikuar nga dyshe e suksesshme Ardi dhe Mirdone. As gojtime, s'du me të majt. Teksti dhe muzika janë punuar nga vet ata për orkestrimin u përkujdes e Gzom Bajralio, kurse ana vizueli u realizua nga Back Production. O keq, pas kanë mashtru, keq shoqënia të fol për mu. Këtë është mu ka bo beteka. Një bashkëpunim që na befasoi të gjithëve sigurisht për të mirë është ai Norës dhe Dyton, dy sherdhën me teka, tekstin e së cilës e ka shkruar Dyton, Muma dhe Gulo. Oh baby, baby, teka, wanna come. Uj për mu sa dusha, ma unë di kush jam. Biti u punua nga Giza, I cili është dhe producenti këtij projekti muzikor. Ana vizuele u realizua nga Valon Azire. Shumë të du, po ma djek zemrën. E ndaluar është balada më e re që solli Rinar Lugaliu, tekstin e të cilës e ka shkruar Krishnik Avdio. E ndaluar je për mua, I ndaluar për ty jam. Biti u punua nga Ardian Kastrati, I cili njëherësh është dhe producenti prurjes së re, kurse ana vizuele u realizua nga Dream Films. E dora tjetri, trupin të ne prek. Me shpirtin ma të ndon. Babi Bi erdhën si baklava në tepsi. Sabiani dhe Casey bashkuan forcat për të plasuar Egoist. Për këngën u përkujdes Marcel Gunga, kurse për miksimin dhe masterizimin Alban Fortuna. Ana vizuele u realizua nga Full Moon Production. Deri vonë bëri bashkë Kriket, Janina dhe Marin. Ky fundit e shkroi tekstin me Alia, kurse Kriket u përkujdes për pjesën e muzikës e që është dhe producenti kësaj prurje të re. Unë I njëti, më pysi për ty aja vleti, ha më mane në të shumë. Të kalojmë tani tek paralajmërimet për këngë të reja dhe nisim me Aurela Gaçe, e cila po I lumturon fansat e saj me një super duet. Dirkens Hyka do të thonë pa jetë, e kjo është traileri që është publikuar gjatë këtyre ditëve. Se pa jetë, kjo zemra ime shkret. Se që është zgërdhjet? Ku jeti deri tash? Matiqan. I falet!
Seriali i famshëm shqiptar po rikthehet, po bëhet fjalë për kafeneja jon. Këtë e ka bërë të ditur artistja mirënjohur Teuta Krasniqi. Bekimi, po don me na myt. Ja inshallah. Qëra bre po biqi që është besëm të Pse po do me na myt se na kanë zonë të bashkjetu neve dyja. Në fakt, dyshimet lindën kur ajo e publikoi këtë imazh në Insta Story. E reagimi i masës ishte i menjëhershëm. Lupa kusht ka dhej. Në përshka kom qenë zyrë. Ende nuk është gjithçka zyrtare, a më tutje përveç dy kolegëve të saj, ja bëri tag edhe faqe zyrtare të kafenes. Po, qëre, i lupo. U të qes macchiato gjithë ditën, shko ti tash ata, atje vëzhgoj qa po thujnë e hadera. Zonë,